Festa dei Popoli në Sanremo vishet kuqezi dhe folje shqip. Një skene huaj në dritat e Sanremos nuk u dëgjua thjesht muzikë, u dëgjua zemra e Shqipërisë që rrinte fort. Asgan Hake së bashku me të bien e tij Adela nuk përfaqësuan thjesht veten e tyre, ata sollën atë skenë shpirtin e tropojës, gjakun e maleve, krenarin që nuk përkulet, çdo hap i vallës ishte histori, çdo ritëm ishte kujtesë, çdo lëvizje ishte një thirrje, ne jemi këtu dhe nuk harrojmë kush jemi. Në një botë që shpesh përpiqet na zbej identitetin, ata ndezën edhe më fort flakën shqiptare, nuk kishte nevojë për fjalë, mjaftoi vallja për treguar se Shqipëria nuk është thjesht një vend i hartë, por një shpirt që jeton në çdo brez. Kjo nuk është vetëm një performancë, ishte një betim për rrënjët tona, ishte tropoja që foli në zemër të Italisë.